Nesër në Kosovë pritet të votohet kryetari i kuvendit, një test edhe për krijimin e qeverisë së re. Kryetari i Nismës Social-Demokrate, Fatmir Lima, tha se Nisma nuk ka arritur asnjë marrëveshje me ndonjë subjekt politik deri në këtë moment, por sipas Limajt, Nisma është e gatshme të kontribuojë në krijimin e institucioneve të reja. Ai tha se presin që qeveria dhe institucionet të krijohen sipas afateve kushtetuese. Dhe natyrisht kushdo që ofrohet ne jemi të gatshëm me ul me bisedu që Kosova me institucion. Për mbështetjen e mundshme për Albin Kurtin për krijimin e qeverisë së re, sot kanë folur edhe deputetët nga radhat e partive jo shumicë. Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi, tha se grupi parlamentar i komuniteteve do të mbështes votimin e kryetarit të kuvendit dhe të qeverisë. Po na jemi grupi parlamentar i komuniteteve, sigurisht se në këtë grup parlamentar do t'jenë se paku edhe 2 deputetet e KDTP-s, partisë turke, jemi 7 aktualisht, nënkupton që mund edhe të rritemi me deputetet tjerë, ne jemi për votimin e kryetarit të kuvendit dhe qeverisë. Kjo është detyra e jonë. Ne jemi për qeverin Kurti, për shkak se Kurti ka fitu zgjedhjet edhe ka shumicën e shqiptarëve, edhe tash po i relativizojmë numrat, po është 42.3, është shumë, është thuajse sa të gjithë të tjerët bashkë. Zëvendës kryeministrja në detyrë Emilia Rexhepi tha se lëvizja vetvendosje tashmë ka përcaktuar kandidatin për kryetar të kuvendit të Kosovës, megjithatë ajo nuk zbuloi se për kë bëhet fjalë. Nesër votojmë kryetari i parlamentit, e shohim pastaj që shkon procedurat, unë e besoj qeveria Kurti 3 votojmë sa më shpejt. Na e dim, ama këto duhet kryeministri me thënë. Pritet që qeveria e re e drejtuar nga Albin Kurti të marrë mbështetjen e deputetëve të partive të pakicave jo serbe, si dhe deputetëve të Nismës Social-Demokrate të Fatmir Limajt.